Mirëmëngjes të dashur deshër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është opmuntring, që në fakt në norvegjisht është do thot inkurajim të dashur. Mesazhi, se ka letra shumë që pasuron shumë gjëra, por mesazhi kryesor thot: je një dritë për dikë. Jeni vërtet një dritë për dikë. Ndoshta edhe pa e kuptuar, vazhdo të jesh ai apo ajo që inkurajon, sepse bota ka nevojë për më shumë zemra të ngrohta, jo për gjykime. Nëse sot ndihesh i lodhur, e i pavërejtur ose në dyshim, kujtoje këtë: je më shumë se sa mendon, dhe fjala jote ka fuqinë të shërojë dikë. Mos e kurse dashamirësinë. Dikush mund të ketë nevojë për ty, vërtet, për ju të dashur deshër, apo ju për dikë.